Jemi në realitetin botëror, pra ngjarja ka qenë arrestimi Maduros, marrja kështu si leporush, pa luftë, pa gjë fare, edhe çuan Shtetet Bashkuara të Amerikës, nxorën para gjykate, vazhdon çështja. Tani do vazhdojmë me realitetin ton. Po flisa pak më parë për protestën, për një shoqëri që pranon faktin që kryeministri dikton se si duhet bërë protesta kundërshtarëve të tij. Por dhe për një mentalitet, dhe kur ai po thoshte kazan, tenxhere po thoshte tek ai fundviti për mediat, nuk e ka fort gabim. Cristiano, më nxirr çik tenxheren kryesore këtë të qeverisë. Agjencia Telegrafike Shtetërore. Ju do thoni është agjencie e pavarur, jo më jo. Shkoni çik konceptimin e lajmit, le ta analizojmë së bashku. Meksik, vetëm rreshtin sipër. Tërmeti 6.5 ball. Pra, Meksik, tërmeti 6.5 ball. Meksika mbahet si vend tërmetesh, vend që ka psuar katastrofa për shkak të pllakës tektonike që është atje. Dhe ti pret lexosh poshtë 200 shtëpi të rënuara, 300 vetë të vdekur. Ku du kaos në këtë. Shive çfarë tmerri ka shkaktuar tërmeti për një agjenci që punon me mentalitetin e agjencisë shtetërore. Ndërpret konferencën për shtyp të presidencës Sheinbaum. Këtu edhe dielli shkon mas 8 orësh që këtu. Nga Shqipëria, atje do 8 orë të shkoj dielli, ose të rrotullohet toka e sheshtë. Se toka është e sheshtë, e dini? Prandaj baba gjyshi viti 3 e fillon Zelandën e re, pastaj arrin këtu në fund fare shkon në Amerikë. Se nga që është toka e sheshtë e vrapon. Apo jo? Pra, është në anën tjetër të botës, bie një tërmet 6.5 ball, por për një agjenci që është me mentalitet shtetëror, thot, ndërpret konferencën për shtyp për të presidencës Sheinbaum. Po na plasi Gjiza, se ka ndërprer konferencën për shtyp. Po punë e madhe fort. Po mund të kishte ndërprerë dhe drekë, mund të kishte puna, a bëri zarar kjo gjë, lajmi ndërkombëtar për agjenci telegrafike shqiptare nuk janë pasojat e tërmetit, katastrofa e madhe është që 6.5 ball ka ndërprerë konferencën për shtyp të presidentes të Meksikës, të cilës Donald Trump i tha se kontrollon vendin ti, tha kësaj. Ta kontrollojnë kartelet e drogës, të virave dhe kësaj. Ai do të jetë tërmet. Shpresoj që Agjencia Telegrafike Shqiptare mos thojë që edhe Meksika ka naftë. Shpresoj. Ec, për le të thoj punë e madhe fort, ku i bëj plasi. Tani jemi brenda o Krist. Jepi. Greqi, policia u rekomandon pushuesve, se bën fjalë për vitri, shmangjen e trafikut të rënduar nga protestat e fermerëve. Nga zaptimi i hapësirave publike, që dalin protestë, edhe si ishte një protestë që ishte një 100.000 vetë, edhe u bërë kaos i madh në Tiranë se kishte lëvizje. Një grup burrash grash që ishin atje, shkojnë të pandehur disa, ca të arrestuar, se kanë zaptuar hapësirat publike në protestë. Shikoni këtu, bën javë, po këta kanë bërë një gjë që Shqipëri dënohet me burg, direkt. Këta kanë bllokuar qarkullimin, vëlla. Protesta e fermerëve. Fermerët, të cilët kanë hall buke, nuk pyesin, kanë dalë, kanë protestuar dhe kanë nxjerrë mjetet rrugë. Shikoni si është vargu traktorëve. Stop! Çohet qeveria të bindet. Dhe natyrisht qeveria në një farë mënyrë i respekton, se protesta është protest. Pra, fëmia që qandë ulurin se do sis, ose ka një dhimbje, dhe ai qara është protest. Dhe nëna nuk e rre, nuk i pret gjuhën, nuk i fut një shtup në gojë. Përpiqet të bëjë një zgjidhje që as fëmia mos qaj më dhe fëmia të ratohet, po edhe vetë të mos shpenzojnë ai qamë të madh. Rasti konkret. Në Greqi, si do zgjidhet, pra, është qeveria dhe fermerët të dy anë dhe të dy palët japin dhe marrin. Shqipëria, vëlla, rriti klapa e kalon vit në ri në shtëpi, pastaj vjen ndarkëve të shtëpisë, tha pas mesnatet me ne, ri aty nuk pyet. Moment që këta lëvizje do të ke zaptuar dhe ke prishur protestë, ke prishur qetësinë publike. Kuptoni se çfarë paradoks as George Orwellit nuk do të kishte shkuar mend ky kargjozlik. Maj, thjesht i them shqiptarëve që të kuptojnë, o vëllezër, po tallen me ju.
Berisha, fronti opozitar mblidhet premten për të bashkërenduar betejën kundër narkoregjimit. Lajm super. Pasi i tham të gjitha, pra si ndodhin në Venezuelë dhe a mund të ndodh këtu, si është halli shqiptarëve, bukës tonë, problemeve tona, vim tek protestat tona. Fronti opozitar. Kush është fronti opozitar dhe kush do ta drejtojë? Se çfarë ndodh me frontin opozitar, do kujtoj një ngjarje jo më larg se 2 muaj më parë. Do bëheshin zgjedhjet e pjesëme në 6 bashki të Shqipërisë. Një prej tyre duhet ishte Tirana. Në del një parti opozitare, që kishte dalë si këto kukulla të ruse, kishte dalë nga Partia Demokratike, Partia Mundësia e Agron Shehajt. Dhe Agron Shehaj na hedh një ide brillante. Pse nuk nxjerrim kandidat jo politik? E merr Baca, thot. U krye, thot, ja kemi Flor Binaj. Por jo tha prit se ne, ja kemi Florin, e do populli Florin. Dhe me mberodhje ky muhabet, dolën në për gjitha bashkit, nuk mori pjesë opozita, fare, mbështetën kandidat pa varur, pa parti, ku diun quheni si doni, se nuk e kuptoi njeri në botë se çfarë ishin, dhe front nuk u bë kurrë. U hodh një ide, u kap një gjys nga kjo ide, u spërdrodh dhe shpëtuan që mos hynin zgjedhje. Por front nuk u bë kurrë. Berisha thot që neve kemi shumicën e shqiptarëve. E tham daljen e fundit për shtyp. Dhe unë jam dakord. Shumica e popullit, përfshi dhe shumë socialistë janë kundër këtij regjimi. Çështja është ku kanë besim. Në qoftë se opozita nuk mblidhet në një, ka mbaruar gjithçka. Po çdo thotë mblidhen një, të mblidhen rreth udhëheqësit. Ky gjori ka atë damkën non grata. Dhe sikur të duan këta, nuk i pranon kush. Por rreth çfarë të mblidhen? Ja thot Lala, rreth një ideje. Po cila është ideja, do thonë ju? Jo, të shpëtojmë drejtësinë, të heqim Majdutin. Jo. Të kthejmë sistem. Pse nuk e thonë më si 90, se tha Berisha, tha do të dalim, tha, me javë vdekje Aleri. Jo, më nuk kemi për të vdekur ne. Nuk kemi për dalë për të vdekur. Haroj atë. Dhe po të dole të vdesi vetë, unë nuk dalë më, kam dalë një si idiot, kam dalë në 90 në thejishin, edhe shqyqyr që nuk kam vdekur, se do në qanin prindrit dhe motrat për budalla. Do thonë, zhdeshe o Gomar. Nuk do thoshin o vlla, zhdeshe o Gomar. Urdhë, u bën me vila këta tjerët, u bën me shtëpia, me jahte. Ka 300 apartamente e pastrusja. Ti e në dhe, të dalën të vdes, jo, mër plak. Jo. Vdis, po deshe doktor, ke bekimin tim të kamërtar, lune do të sjell, me thonë drejtën. Po ne nuk jemi për të vdekur. Nuk jemi për të vdekur. Ne jemi për të ndryshuar sistemi, për të thënë shqiptarëve, ky sistem ka vdekur. Ky sistem. Po pjesë e sistemit, se më shkoj gishti ku dhëmbi, edhe ti. Bashkë ndërtua ky sistem. Bashkë shkoj ky tranzicion, çuf. Bashkë. Dhe tani të gjithë autorët nuk kanë bashkë fajtor bashkëvuajtës, si 91, 92, 93. Opozitar po vlezër. Edhe ka qenë shumë e drejtë. Opozitari ishin, po ishin vlezër. Në fund fare, të gjithë janë mirë. Bashkëfajtor, bashkëvuajtës. Bashkëfajtor janë gjithë. Bashkëvuajtës nuk ditë të ketë vojtër ndonjë. Kështu që, rreth një ide, të heqim këtë klasë politike. E bën dot. Ai që do ta bëjmë, mendoj që mund ta bashkoj popullin opozitar. Ecim. Dalim ca gjëra që duket si më soft, po që këto përshkruajnë tragjedinë ku jeton ky vend. Kirurgjia koronare mini invazive tashmë edhe në Shefqet Ndroqi. Pra, kjo tashmë është dëshpëruese. Tashmë edhe në Shefqet Ndroqi. Do thotë që ky vend në një qoshe të harruar të botës pa dhe këtë koronare mini invazive. Ky vend që është i pari në inteligjencë artificiale, i pari në botë në këtë, i pari në botë për atë. E thonë, thot Edi Rama, e thot ky, që na plasin nese, e thosh ka ky, e thosh ka i. Atyre çfarë çon letra qeveria dhe punojësit, dhe ne kemi patur këtu edhe ambasador, ne kemi patur edhe ministra nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë bërë raporte sipas qefit të qeverisë, ose sipas interesit të tyre. Pra, këto, a jemi të parët atë fundit, nuk e di. Por që tashmë, se do të them dhe një tashmë pak më vonë,
për mjekësinë tonë. Tashmë, mua më kujtohet vite përpara, pata se ka një herë më nxjerr vesh ka në gur. Më kapi kriza, shkojmë në shtet. Dhe shifte ai me atë ekon, mangallosi me xhel atë. Edhe tha, duket janë dy njolla të bardha, tha që duket që ke një gur. Dy njolla të bardha. Më fal, një njollë e bardhë. Duket që është një gur, tha, duhet jetë gur kjo këtu. Shifte një gjë turbullt. Ku shkojmë në privat, ai më tha, ke një gur të ndarë në dy pjesë. Njëri tha është 6 mm, tjetri është 4, tha, ka një distancë ka dhe ka ardhur këtu. Dhe atë gurën në shifja me ngjyra. Kjo është diferenca. Prandaj këto mini invazivet është dëshpërim. Është dëshpërim kur thonë që ne do hyjë inteligjencë artificiale në mjekësi. Futore këto që të hapi venat, vazhdo po me shëndetësinë dorim. Urdhë. Vendos në përdorim nga QSUT dhe spitalet rajonale publike, pajisjet e sekuestruar në një spital privat. Pra, mentaliteti i grabitjes i kanë marrë në një spital privat. Trak, edhe kanë shpërndar këtu. Këto mini invazive, ka rrezik ajo, këtu e kanë marrë. Ecën e çik se te kjo dua të fokusohem. Ecën e çik këtu, pardoni. 5 mjekë të rinj bashkohen spitaleve publike. Si ai lajmi i presidentes Meksikës që ndërpreu konferencën e shtypit nga tërmeti dhe vjen lajmi 8 orë diell më vonë këtu në Shqipëri, është edhe ky. Pse do thoni ju? Se tash njëherë, po ta kishte bërë në një portal nga këto tenxherët që thotë Edi Rama, mirë. Po ky krye autoklava i shtetit, se është dhe me stemën e qeverisë atje, stemën e shtetit shqiptar, agjencia telegrafike, e merr dikush, për shembull, e merr presidenti i Meksikës, thotë, ç'bëhet atë nga Shqipëria, lexon lajmin e vet e gëzohet, edhe thotë, 5 mjekë të rinj bashkohen në spitale publike. Dhe besoj mbledh kabineti thotë, di njëri të ma shpjegoj këtë, pse agjencia telegrafike shqiptare e bën lajm që 5 mjekë të rinj bashkohen në spitale publike? Se s'ka mjek si fillim. Se s'ka mjek. Sepse u bë një luftë e madhe ku ata që mbarojnë shkollat për mjekësi në Shqipëri ikin, edhe s'duan të kenë punë fare me këtë sistem. Sepse ka mungesa mjekësh, infermierësh dhe personeli nëpër spitalet tona. Prandaj është lajm kombëtar që 5 mjekë të rinj më në fundi bashkohen në spitaleve publike. Nuk vazhdon lajmi se sa të tjerë janë zhbashkuar dhe kanë ikur në vende të tjera për kismet, për një jetë më të lumtur. Më vazhdo. Rama, strukturat në terren për të garantuar qarkullim dhe siguri. Se thot pastaj kazanet, kusit këto që zënë tenxherët. Ja kjo tenxherja, agjencia telegrafike shqiptare. Strukturat në terren për të garantuar qarkullim dhe siguri. Dhe hyra kontrollova këtu, kishin të gjitha mediat aksidente pafund në rrugën e Kombit për shkak të ngricave dhe të porës. Pafund. Nja 20 ishin, ku di unë, datë 2. Kishte rënë pak borë, dhe gjithë thoni ku është ai Nusreti që i hedh krip, do të thonë Çet Kastrati, që është koncesionari, dhe që normalisht do t'i paguante ai aksidentet për shkak të rrugës, sepse të merr 5 euro vati ardhe, po të merr 6500 lekë shqiptare kur kalon traun. Po nëse po themi 10.000 lekë vati ardhe, ha? Ku shkon në Kukës ose në Kosovë. Po atëherë pse nuk kur bën aksident nuk i paguan, sepse aksidenti është për shkak të ngricës. Dhe në atë rrugë mund kudo të ketë aksidente, po jo në aksidentin që ka marrë koncesionari, sepse kryeministri i Shqipërisë na ka thënë atëherë, t'i japim privatit se publiku i vjedh. Apo jo. Ka bërë shumë besim tek privati dhe pastaj del, do të titurohet thonë, strukturat në terren për të garantuar qarkullim dhe siguri. Po jo pra se vetëm rrugën e Kombit, që s'ka punë strukturat se ka i tjetri, ka pasur një 20 aksidente. Vazhdoj. Pekin. Kina vendos tarifa prej 55% për mishin e viçit brazilian. Pse kot në e rrit neve këtu biftekun? Sepse ju e dini që Shqipëria me mish të freskët brazilian mbahet. Nuk po diskutoj industrinë e sallamit.
Se vjen puna për shumë shkon ti merr kile sallam 6.000 lek. E bëllo nga një tamë, thuj. Po të shkosh marrësh një biftek është 15.000 lek, që është 300 gram. I kile mish i zgjedhur, se atë gjithë kompanitë që thonë, sallami ynë me mish të zgjedhur. Në qoftë se është me mish të zgjedhur, dyshe 30.000 lek kilja, të vjetra flas. Fut erzat, fut hakun e punës, fut gjitha. Brazilo, ec, ishte kot kjo pikante në mes. E me që edhe nesër festohet, deri 6 që është dita ujtë bekuar, pastaj mbaron kjo, sekuestrohen lëndë piroteknike në Vlorë dhe Tivar. Piroteknike do thot fishekësjare, kapsolla, këto gjërat. Bën shumë mirë shteti, por në këtë vitëri, si në gjithë vitet e rinj të tjerë, nuk mungoj as një sekond kapsolla, fishekëzjari, ato kutitë e mëdha që që shpërthejnë. Fare, natyrisht e Kallashnikovi. Se mora vesh që, po, kemi edhe këtu për qarkas piroman që kanë shpërthyer dhe kanë luajtur, por nuk do t'i bëj të emra se patë dhe Kallashnikovu plagos një fëmijë me një plumë qorë, me sa dim neve. Çfarë ndodh? Ndodh o shok edhe shoqe, dhe jo shok e jo shoqe, që bllokohen në Dibër, bllokohen në Vlorë, po dikush shiten. Dhe unë kam parë njerëz që dilin me çanta nga qendra tregtare, këto të ligjshmet. Pra është bërë monopol kjo punë? Jo përgjithse, ma nxirr çik, do të them diçka tjetër që do të kthehem prapë tek ato hallet tona të mëdha. Hollanda miraton ndalimin e fishekëzjarëve në vitin 26 për të mbrojtur kafshët. E heqim këtë pjesën për të mbrojtur kafshët. Por Hollanda me ligj i ka ndaluar pra do ketë zero fishekëzjarë. Do ketë zero fishekëzjarë. Shqipëria që në kohën e Taulant Ballës tha do të ndalohen fishekëzjarët që shpërthejnë çdo natë në orën 12. Nga ajo ditë deri më sot, asnjë natë të vetme nuk ka patur pushim. Në orën 12 natës fiks, ka që përsëri do të bëjnë shpërthimin në 11 natës, pra përshëndesin ditën që iku, për t'i uruar ditë të re atij që ka ditën ose asaj. Natyrisht që një pjesë e mirë e fqinjve ja uron edhe nënës së atij që feston, ja uron shumë me gjithë afshin e dur, faktin që të lumtë dora që bëre këtë fëmijë, që po na çan rrasa në 12 natës. Dhe Hollanda miraton ndalimin e fishekëzjarëve, bravo i qoftë, për të mbrojtur kafshët. Këtu tani kthehemu ke këto agjendat, të cilat unë u urrej për vdekje dhe luftoj kundër tyre. Fishekëzjarët, përmes zhurmës së tyre, stresojnë njerëz që vuajnë nga zemra, ka probleme shëndetit mendor, nga gjithçka. Dhe gjëja më njerëzore do të ishte ndalohen fishekëzjarët për shkak se krijojnë probleme të shëndetit. Dhe pikë. Por në një vend të qytetëruar, siç pretendohet jetë Hollanda, ta miratosh ligjin për kafshët, pra jetët e njerëzve ti diktojnë kafshët, mua kjo më turbon ma hiq trurin. Po gjithsesi, për efekte pragmatike, siç jemi ne shqiptarët që zgjidhim, për shembull, nga Muharrem e ka bërë emrin Sotir për letra në greqi tjetri, do të isha dakord që për hir të qenit të miratoj një ligj që mos ta çani bythën natë për natë, ju o koqe kandari që rrini e shpërtheni fishekëzjarët në 12 të natës. Në 12 të natës. Dhe do të isha dakord edhe një herë në kuadër të hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, të fusim këtë ligjin për të mbrojtur kafshët nga fishekëzjarët që të shpëtonin dhe ne. E ta mbyll se vdiq edhe shkreta Brigitte Bardoja, jo nuk është kjo. Vdiq edhe më kujtohet një barcolet shumë herët e kam lexuar se Brigitta u prish u deformua herët fare, por ka qenë yll, ka qenë model. Ne kur ishim në adoleshencë, keni parasysh filmin Marlena që shohim Monica Bellucci, shefa ideali edhe ne kur kishte film me Brigitte Bardot, rinë me shikoni me qef, yll, kukull. Pastaj u bë si mollë fishkur, ju rrudh fytyra gjithçka, dhe Barcoleta është në një azil, shtëpi të moshuarish, ty plakat shkretat. Ne i thonë njëra tjetrës. Të kujtohet kur ishim të reja që donim t'i ngjanin Brigitte Bardos? Po, i tha, ja arritëm. Se shkreta u rrudh Brigitta snifej, ndroj jetë. Nëse, Paris, dhe Parisi më kujton Brigittën.
10 të dënuar për ngacmim kibernetik kundër Brigitte Macron. O ju thaft organi gjenital. Po ç'po keni që ngacmoni këtë more? Këtu ka vajtur Franca. Këtu ka më mirë të kishin ngacmuar Brigitte, pardon. Nëse kishte për batut gëzuar dhe njëherë vitin e ri, Zoti u dhon forcë, shëndet, durim, rama si hur me pjekur, vetvetiu, ku diun çfarë them tjetër, gëzuar opozita, shëndet doktor Berisha, forcë dhe kujdes mos tofesh në këtë periudhë virozash në shesh. Natën miru takofshim.